2025 dhe njoftime. Proces verbalet i keni marrë në mënyrë elektronike. Ka vërejtje për proces verbalet? Po. Në proces verbal keni zbardhur emrat të tjerë të deputetëve të krahut andej dhe përfaqësuesve të qeverisë. Në fakt do duhet veni në proces verbal emrat vërtet atyre që ju përfaqësoni në këtë kuvend. Fjala vjen, zonja kryetare, ju nuk quheni Elisa Spiropali, ju quheni përfaqësuesja e xhabavëve në kuvendin e Shqipërisë. Okej, mbylle mikrofonin, s'është për proces verbalin. Faleminderit. Jo, nuk është për proces verbalin, s'është për proces verbal. Kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj periudhe janë depozituar 17 projekt ligje të reja nga Këshilli i Ministrave, 3 akte normative dhe 1 nismë deputeti. Të mbaroj unë me procedurën, të mbaroj, i kam të qarta kurrieri ilustruar. Të mbaroj me procedurën, titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se sot u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punimeve të kuvendit për periudhën 29 maj 8 korrik 2025 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim për projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit. Në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 të rregullores, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Projekt programi automatikisht bëhet 3 javor. Po me radhë procedurat, të gjitha pikat pa tjetër, e kam këtu pa tjetër. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 5 minuta, një folës pro, një kundër. Folës kundër? Keni folës kundër apo të vazhdojmë? Po, Sali Berisha. 5 minuta. Të nderuar deputet, kjo seancë mblidhet pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjes perdes hekurt në Europën ish-komuniste. Kjo seancë mblidhet pasi partia e krimit me në krye, Edi Rama, zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, Edi Rama përdori 76 milion euro për dhurat për vot për 48% të pensionistëve, të votuesve. Pasi fali 200 milion euro gjoba dhe kamata për të marrë votat. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputetët e këtyre karteleve zëvendësojnë ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit me Katar,
por vetëm njeri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të më duket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ju mlidhi këtu pasi klanet e vrasve, drogës, kartelet e drogës, sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Ju mlidhi sot këtu, pasi për të blerë votat me drogë, kreu juaj firmosi mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në mbar vendin. Ju mblidhi sot këtu, në një kohë kur votën e parë të diasporës shqiptare e manipuluat në mënyrën më të egër, kur 1.6 milion shqiptarve ju shkelmuat votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Përfaqësues të klaneve më të egra të drogës dhe vrasve s'mund t'ishit ndryshe. Këta mund t'ishit. Po, shumë herë me ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Bari Bajri, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salihi, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdorin ju si leska politike në funksion të prenorive të tyre të krimit. Koha mbaroi. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar. Folës pro, Niko Peleshi.